Kur ishte koha për ta mbrojtur vendin dhe popullin, veshje uniformën e ushtrisë qërimtare të Kosovës dhe nuk e zhveshje atë deri në ditën e lirisë, ani pse ishte i plagosur rënd gjatë luftës. Por pas luftës, pa kujt i ra ndërmend të kujtohet për të. Është ky Nezir Xhemaili nga fshati Abri i komunës së Drenasit, që tash e sa vjet jeton në kushte të mjerueshme ekonomike. Jetojmë se 6 vite, kemi jetuar 4 vite në fushë Kosovë, se gjatë dhe se kjo, na ka ndërgu për jetu, që varë këtë, një valet i luftës jam, me mortar në smarë përfare, kam nevoj për një strem, kur gjithë jetës më. Familja e tij 5 antarëshe, vështirëja del të mbijetoj, pasi shteti nuk jep as ndihmë sociale. Vendi ku banon familja Xhemaili është pronë shtetërore, por objekti është aq i vjetër dhe i dëmtuar sa nuk ju përballon as të rreshurave atmosferike. Jena 5 antarë. Sa fëmijë? Do të thonë 3 jetojnë këtu, një jetë të prindës së shkojnë në vend këtu. 4 fëmijë kam edhe shoqën e vet 6. Kryefamiljari punon her pas here, por kjo nuk është e mjaftueshme. Gruaja e tij thotë se nuk mund të punoj për arsye se duhet të kujdeset për 3 djemt të saj. Burri pa punë, me fëmijë që shtë, pa hangër, pa pi, për me punu s'me me punu. Unë jam nëna 3 fëmijëve, që të burri shka të mundet me punu në i sen. Por edhe pse kanë vetëm 2 dhoma për banim, kjo nuk i pengoj ata që të strehojnë një familje tjetër, të cilëve para 3 muajve ju ishte djegur baraka ku jetonin. Jam Fatbarza Muja. Ka ndodhur raste se më ka djegë shtëpia për rrymes. Edhe atë këta në familjen Xhemaila jam kanë strehu, falënderi për tyne, me mundësitë të tyne, kam prit mirë. Familja Xhemaili thotë se i ka adresuar komunës së Drenasit kërkesë për të siguruar një kul mbi kokë, por kjo kërkesë sipas tyre ka rënë në vesh të shërdhur. Lutja e tyre e vetme është që të kenë një shtëpi ku nuk do të kenë frikë që fëmijët do të sëmurën sa herë që shiu hyn brenda.